Gëzim. Agjëruesi ka 2 gëzime. Një në kohën e iftarit dhe tjetrin kur të takohet me Zotin e tij. Muslimi. E veçanta. Agjëro pasi nuk ka tjetër si ai. Është më së natyrshme që njeriu të gëzohet kur e bën një punë të mirë. Kjo është natyrë njerëzore dhe absolutisht nuk ka gjë të keqe në të. E gëzimi bëhet ende dhe më i madh kur bëhet fjalë për adhurimin. Agjëruesi vërtet meriton që të gëzohet. Dhe kur themi gëzim nuk kemi për qëllim vetë kënaqësinë dhe vetë pëlqimin absolutisht, sepse besimtari e din që vetë kënaqësia e çon atë në një të keqe dhe ja prish atij veprën dhe punën. Ne bëjmë fjalë për gëzimin i cili i buron besimtarit nga kënaqësia e adhurimit. Ndaj dhe kur bëhet fjalë për agjërimin e Ramazanit, ky gëzim bëhet edhe më i madh. Jo më kot ka thënë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam se për agjëruesin ka 2 gëzime. Një gëzim kur ai çel iftarin e tij. Është e vërtetë se besimtari e ndjen këtë gëzim kur ai e çel iftarin. E si jo, kur ai gjatë gjithë ditës e ka privuar veten e tij nga ngrënia, nga të pirët, nga fjetja me bashortën e tij, të gjitha këto si adhurim ndaj Allahu subhanahu wa taala. Të gjitha këto duke shfaqur bindjen dhe nënshtrimin që ai ka ndaj Allahut të lartësuar. E kur vjen momenti në të cilin ai do të thyej iftarin, Allahu i lartësuar ka bërë që besimtari të ndiejë gëzim, sepse tashmë ai do të kthehet tek ato me të cilat ai ishte privuar më parë. Ndaj dhe profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, kur tregon se besimtari do ta ndiejë këtë gëzim, kjo padyshim që çdo njeri i ndodh, çdo kush prej nesh e ndjen atë, edhe pse ndoshta ajo nuk duket dhe nuk shfaqet në mimikën e fytyrës së tij. Por gëzimi më i madh është gëzimi të cilin besimtari do ta shijojë, do ta ndjejë dhe do ta përjetojë kur takojë krijuesin e tij. Atë ditë kur tjetë vetëm me Allahun xhelle xhelalu, ditën kur çdo njeri prej nesh do të ketë nevojë qoftë edhe për sevapin më të vogël. Atëherë kur njeriu do të dëshirojë që regjistri i punëve të mira të jetë ai i cili do të peshojë dhe do të rëndojë peshorën ditën e gjykimit. Atëherë kur çdo kush nuk do të ketë mundësi shpëtimi tjetër vetëm se nëpërmjet shpërblimit. Atë ditë kur besimtari do të shohë turma njerëzish të cilët do të hidhen në zjarrin përvolues, e ku do të presë se çfarë ka rezervuar Allahu për të. Ditën e gjykimit, në ditën kur besimtari të takojë Allahun, Allahu i lartësuar, atje do ta bëjë që ai të gëzohet. I lartësuari shpërblimin e agjërimit e ka lënë surprizë. Nuk ua ka shfaqur atë robërve të tij në këtë dynja, sepse veprat të gjitha kanë një shpërblim të caktuar nga 10 deri në 700 fish me përjashtim të agjërimit. Dhe besimtari do të arrijë ta zbulojë këtë enigmë kur takojë Allahun xhelle xhelalu. Ndaj, ajo do të jetë dita e gëzimit më të madh, dita e gëzimit real kur besimtarit t'i paraqiten shpërblimet e agjërimit të cilat ai ka bërë në dynja. Po, është e vërtetë, sepse Allahu xhelle xhelaluhu, atë i cili bën durim dhe i bindet duke agjëruar, do ta bëjë që të kënaqet dhe të gëzohet me agjërimin e tij kur të takojë Allahun e lartësuar. Elu Zotin, të më bëj mua dhe juve prej atyre të cilët do të gëzohen me 2 gëzime. Një gëzim të cilin e ndjejmë çdo natë Ramazani kur e thyejmë iftarin, dhe gëzimin tjetër kur të takojmë Zotin ton e të na paraqisë shpërblimin e agjërimit.